Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës ka hequr nga rendititës kërkesën e Kosovës për të qenë pjesë e mbledhjes së Komitetit për Çështjet Politike dhe Demokraci. Nisur nga kjo, Kosova nuk do të jetë pjesë e kësaj mbledhje, si duket, shkak për këtë është bërë lobimi i Serbisë për heqjen nga rendititës i pikës që parashikonte shqyrtimin e kërkesës së Kosovës. Lidhur me këtë lajm ka reaguar dhe kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, e cila thekson se kjo ka ardhur pas kërkesës së vendit të saj. Mirënjohje e madhe nga miqtan nga Partia Popullore Europiane, të cilët na ofruan mbështetje në mënyrë që ta kishim shumicën për të arritur ta heqim këtë pikë nga rendititës i Komitetit Politik të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, tha Brnabić. Asambleja Parlamentare mund të jap statusin e mysafirit të veçantë parlamenteve kombëtare të vendeve europiane që nuk janë shtete anëtare, por të cilat kanë aplikuar për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Ato me leje të drejtuesit të mbledhjes mund të mbajnë edhe fjalime, ndonse nuk mund të kenë të drejtë vote. Kujtojmë se Kosova nuk arriti të anëtarësohej në Këshillin e Evropës për shkak të kushtit të vendosur për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.